Në një proces gjyqësor të tensionuar, Cassie Ventura ishte dashura e P. Diddyt, ka hapur një kapitull të dhimbshëm dhe të trishtueshëm të jetës së saj. Ajo ka dëshmuar për marrëdhënien e saj me Diddyn, e cila sipas saj për shumë vite ishte e mbushur me dhunë emocionale dhe fizike. Cassie ka rrëfyer momentet e errta të abuzimit, duke përshkruar se si Diddy detyronte të aktronte sikur asgjë nuk kishte ndodhur pas çdo epizode të dhunës. Në gjykatë ajo ka zbuluar se pas disa ngjarjeve të dhunshme, Diddy ka ofruar një shumë të konsiderueshme parash për të mbajtur gojën e mbyllur, pra që të mos tregojë në publik se çfarë ka ndodhur. Në një rast tjetër, ajo ka përshkruar një epizod të tmerrshëm që kishte ndodhur në një dhomë të hotelit, ku ajo ka përjetuar dhunë fizike dhe ka qenë e detyruar të sillet sikur asgjë nuk ishte ndodhur. Ajo ishte detyruar të mbajë një fasadë për të ruajtur imazhin publik të Diddyt, ndërkohë që vuante në heshtje. Kjo ka pasur pasoja të rënda në jetën e saj, jo vetëm që ka dëmtuar shëndetin e saj mendor, por edhe ka ndikuar negativisht në karrierën e saj. Ajo ka treguar se për shumë vite ka jetuar në frikën e kërcënimeve të Diddyt dhe në presionin e tij për të mos folur. Ka rrëfyer po ashtu se ka pasur frikë për të ardhmen e saj dhe për mundësitë që mund të humbte në karrierën e saj. Përpjekja e Diddyt për të blerë heshtjen e Cassiet është një shembull trondetës si manipulimit dhe dhunës që ndodhin brapa dyerve të mbyllura, edhe nga ata që mbajnë pozita të fuqishme. Cassie ka treguar se dhuna dhe kërcënimet që ajo përjetoi gjatë lidhjes së saj me Diddyn kanë lënë pasoja të thella në jetën e saj personale dhe profesionale, duke e bërë të vështirë për të besuar dhe shërohet plotësisht. Cassie ka treguar forcë dhe guxim për të ngritur zërin e saj, duke ndihmuar të hapet një diskutim i rëndësishëm për dhunën në marrëdhënie dhe për nevojën për të mbrojtur të drejtat dhe integritetin e individëve pa pasur frikë